Baza e gjithë kësaj është investimi në edukim, është investimi në arsim. Nashta duket pak banale që po përmeni, por preventiva është investimi në arsim. A o gjetë na i armë, policia ka bo, edhe po vjen keq që po duna me t'i shtru pyetjet e policisë, po i kemi thirrë skanar. Për që ato po du prej jush me dit a jeni njoftu se në kontrolin e fundit a kanë gjetë armë kur kanë boqë si kontrol? Jo, nuk kanë gjetë armë në kontrolin e fundit, do me thonë në një kontrol të ma hershëm, dhe përmena që është raportu që është gjendë një thikë edhe një boksi hekurit, do me thonë kontrolin e fundit jo. Po në deshta me ju qasë ti problemi pak, mendoj se kjo është problem shumë burimor. Nuk është problem një burimor, është shumë burimor. Do me thonë, përmeni avokati pak ma heret që edhe në 10 vjeçari dikur ka qenë ma i ri. Baza e gjithë kësaj është investimi në edukim, është investimi në arsim. Nashta duket pak banale që po përmeni, por preventiva është investimi në arsim. Sot për shembull, ndoshta më mirë kish me qenë që me nda ma shumë buxhet në edukimin femirin e hershme, se sa në arsimin universitar, që është fakultativ. Dhe sot me bon një analizë krahasuese, do me thonë, na kemi jashtëzakonisht numër të madh të këtyre grup moshave, se është baza e edukimit. Ani, dikush kish me thonë, është përgjegjësia e juve komunës. Ju mas pari i keni fëmijët ka 3 orë në shkolla, ju as mësim gjithë ditor s'keni që me jashtë Nuk e zgjedh mësimi gjithë ditor këto. Mirë, Këto zgjedh edukimin në femirinë e hershme. Mirë dhe, ju komunat e keni përgjithësi? Tash nuk e kena përgjithësi komunat. A se keni që ato të Jo, nuk e kena. E këto të ma vënshë ma e bëni mirë? Jo, që ti ndaj edhe këto ti ndaj kush që ka përgjithësi, se unë jam i gatshëm me marrë çdo përgjithësi që e kam edhe me thonë faji është imi. Po kur nuk është imi, imi cilën përgjithësi për merë, mas ne i këshyrim që nësë. Përgjithësin cilat i marrë, une që ato dhe me thonë, janë çështje që besoj që jemi tu i kry tamam si duhet. Cilat? Po unë deshta me e potencuar rastin. Shkolla jetu e kry? Apo dihet, apo hinë shkolla në zonë që s'janë shkolla, qasaj shkolla? Jo. Sigur ta? Brenda nuk hinë. Jo. Shiko, nuk e kemi na se tash na sikur pe gjuj na kret që ka ndodhur të nxënësat. Na po flasëm për grup mosha që kur arriten, po janë nxënësa, po arriten do me thonë edhe na do të me eduku me kohë. Prandaj e përmena unë edukimin bazik, sepse shumica, jo po gjitha vendet e bejes, edhe vendet e zhvillume e kanë të ndam edukimin prej arsimimit. Të na dallon veç si term me një kuptim. Dhe me thonë, njënën e ki shqip, tjetërën e ki në anglisht. Dikush kish me thonë në Angli po ki raste, ku hin edhe i vronë në zonë si tjerë. Në Amerikë po ki raste. Ato janë raste. Ti po më folë për shembull për edukimin Kosovë, ku na kena ma pak buxhet. Nëse po i ndodh vendeve perëndimore. Që po e marrë edhe një shembull tjetër. Se na edhe ashtu kena kontaminue me energji negative, do me thonë shoqërinë. Hynë lexoj rrjetet sociale, hynë lexoj komentet në rrjetet sociale, dëgjoje gjuhën parlament që përdoret, dëgjoje gjuhën në për studio televizive, do me thonë të politikave, gjitha që to ndikojnë. Pra, unë për që ata thashu shumë burimore, nuk është një burimor, sepse unë nisna prej një parimi. Për me punu mirë, njeriu do të paraprakisht me mendu mirë. Dhe këtu tash po akumulohet që kjo krejt, që kjo energji negative edhe zbrazet dikon. Unë edhe i qëndroj kësaj kështu fuqishëm, do me thonë, jam i bindur që edhe kjo ka bazë. Nuk mund është i me lëshu televizorin, do me thonë, debatet televizive, nuk ka analizë, ka shari, ka fyrje, ka urrejtje.